në episodin e radhës të Ju Flet Kombinati, që është një tryezë e veçantë, kemi thënë, që na ofron një realitet konkret nga zona, nga njësia 6, por nuk na kufizon, ne dalim nga kombinati në këtë qytetin e kombinatit brenda kryeqytetit, që është Tirana, që është metropoli, edhe më tej. Sot do dalim edhe më tutje se kaq, edhe do të kem shumë kënaqësi të ndaj me ju eksperienca dhe histori nga dy të ri që me shumë kënaqësi i kam ftuar në këtë podcast, që është në krahun tim të djathtë Natali Blushi dhe në krahun tim të majt Kevi Agolli, që janë dy të ri që i lidh natyrisht puna me mua si drejtues politik i fushatës për Partinë Socialiste në njësinë 6, por edhe tashmë si një kandidat në listën e Partisë Socialiste për deputet, por këtu nuk jemi për mua, këtu jemi për ju, për historitë tuaja dhe për si mund të mësoj më shumë për ndjesitë tuaja, për pritshmëritë tuaja, për vendin, për jetën në Shqipëri, për atë që juve ju ka përfshirë në momentin që jemi, që lidhet me punën krameje, por edhe me interesat tuaja, me botën tuaj, me gjithçka që është në vëmendjen tuaj. Unë kam me shumë rëndësi që ne të flasim realisht, ashtu siç e ndjejmë. Edhe ky nuk është një podcast i loguar i një partie, ky është një podcast i mirë dhe do të arrijë qëllimit në rast se ne do të mund të transmetonim të vërtetën siç e ndjejmë dhe siç e shikojmë, edhe të mund të ballafaqoheshim me një dëgjues, me një audiencë e cila do të kuptonte përmes nesh se si jemi ne, se si e mendojmë ne dhe se si mund të jemi ne pjesë e një ndryshimi për mirë të realitetit në kombinat, më gjerë, në punët që ne bëjmë dhe që kuptohet gjithmonë në respekt roleve, pozicionit dhe të gjithçka që na besohet. Unë kam me shumë rëndësi këtë komunikim, kështu që ju falenderoj që jeni këtu me mua dhe e fillojmë. Natali, po doni nga ju, si djeni, mos u ndjeni fare të kushëzuar në asgjë, flisni troç të hapur për çdo aspekt që juve dëshironi. Dhe si shumë kombinati e ndjej tepër të rëndësishme daljen këtu dhe mendoj që kombinati ka shumë njerëz tjerë si shumë që kanë dalë pjesë e kësaj vale me episode. Po. Dhe është një mundësi e mirë për të gjithë që të shprehin secili mendimet e tyre. Dhe besoj në një farë mënyrë gjithë secili të gjejë dhe veten e vet ke këto podcaste që ne flasim, me pa veten në një dimension tjetër. Ky është qëllimi, që të jemi sa më plural këtu, edhe që të ketë sa më shumë grupe interesi dhe grup mosha dhe kategori të ndryshme të qytetarëve, të cilët përmes nesh shprehen në atë që ne themi. Kështu që prandaj dhe duhet të jemi sa më të hapur edhe të çiltër, në këtë sens ju jeni, por në përgjithësi politikanët kudo ku janë ngarkojnë ambientin me një peshë, po themi, të një mënyre sjellje që jo gjithmonë është e vërtetë. Kështu që unë do doja shumë që edhe ju të më ndihmoni që ne të ishim sa më të vërtetë. Natali. Atëherë shumë faleminderit për ftesën. Ndihem shumë e privilegjuar dhe emocionuar që jam këtu. Jam kthyer në Shqipëri mbas pothuajse 8 vite që kam jetuar jashtë dhe nuk e mendoja kurrë që për 4 muaj që unë vendosa të kthehem, jeta ime do ndryshonte totalisht, edhe tani do isha duke folur këtu në podcast. Kështu që kjo është absolutisht merita juaj. Arsyeja pse unë nuk ktheva, kështu që mua më duhet ta them këtë gjë. Mbasi ne jemi takuar kur unë kam jetuar 2 vite në Francë, që u takuam bashkë dhe unë u frymëzova që të kthehem dhe të punoj tani këtu me ju. Kështu që faleminderit. Ne ishim në një vizitë zyrtare ku unë kam qenë në javët e para si ministër dhe kam qenë edhe unë shumë i emocionuar atje. Gati nuk po dija si të sillesha, sepse pa pritur e pa kujtuar ishim duke firmosur marrëveshjen qeveri me Francën, me presidentin Macron, edhe ju atje punonit me ekipin mbështetës të ambasadës, me sa di keni studiuar në
Angli përpara, pastaj keni punuar me thënë të drejtën, si me thënë, nuk e di që mendojnë të gjithë për të qenurit në ambasadë, por mua më duket sikur, si me thënë, nuk është një punë e lehtë, nuk është një realitet i lehtë të jesh në një ambasadë jashtë, po themi shqiptare, duke menduar që është një situatë jo e lehtë edhe nga pikpamja e të ardhurave, nuk e di, në krahasim me vendet ku kjo pjesë e shërbimit diplomatik ndodhet, dhe me thënë drejtën, unë doja t'ju thoja që si është kjo punë që bëni ju, si është këtu, si ndjeheni ju, dhe në ato pak herë që folëm. Me thënë drejtën, nuk kam qenë shumë i pasigurt në atë që më priste edhe mua vetë në Shqipëri, kështu që nuk e di se si e kemi krijuar gjithë, por pastaj ndoshta edhe në ardhët e tjera që ne kemi patur, ju na ndihmuat, na keni qenë pranë, me që jemi në podcast e me që jemi duke patur këtë situatën e të folurit e komunikimit, dhe unë isha në vështirësi dhe kur kemi qenë në OECD apo në disa prej takimeve të tjera, nuk ka qenë e lehtë edhe për mua, edhe të falenderoj për mbështetjen atje. Edhe që pastaj erdhe dhe më the që ke vendosur që të shikosh dhe një mundësi për t'u angazhuar në Shqipëri, dhe që pse jo në Mekit kishe një alternativë për ta parë një provë, edhe që aty nisëm që të kishim një bashkëpunim. Edhe që me vërtet falenderoj që ke ardhur, që je bërë pjesë e ekipit, edhe që i ke dhënë vlerë ekipit, edhe që tani vjen puna që në pak muaj, në kohën e lirë, mbas dite, që është e drejta jonë, që të angazhohemi dhe politikisht, je me mua në këtë pjesë të angazhimit tonë për fushatën e 26, që unë e shoh shumë më tepër se thjesht një fushat për deputet, apo një fushat për një kandidat, apo një fushat për një person. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Kjo që na jepet, është një besim shumë i madh që na jepet. Aq më tepër duke qenë se garojmë tani dhe në një listë hapur, që është edhe më bukur, është edhe më e vërtet ajo që ne duhet jemi për t'u votbesuar në këto zgjedhje. Të dy ju shoh që jemi, të tre ndoshta jemi çik të ngarkuar, sepse na duket sikur duhet jemi se s'bën perfekte dhe duhet flasim me të vërtet pa asnjë gabim, po ju lutem ndjehuni rehat edhe më thoni. Ideja ashtu që natyrisht duke folur për atë që na rrethon dhe si e shikojmë realitetin konkret, kemi thënë edhe atë që jemi, kështu që ju ishit në Gjermani, thatë. Po. Apo jo? Po, në Gjermani. Po. Dhe me sa kuptoj, duhet jetë nga shtetet, vendet, realitetet më të vështira për mentalitetin tonë, për mënyrën se si ne shqiptarët nga Ballkani, Mesdheu, një vend me shumë diell, një vend me shumë afrimitet social, më thonë që Gjermania është shumë e vështirë. Unë nuk e kam provuar Gjermaninë, po më thonë që në kombinat kemi shumë të rinj, të cilët nuk kthehen mirë nga Gjermania. Pra kthehen me një shok kulturor i cili nuk i ka ndihmuar as të integrohen, edhe i ka vështirësuar dhe riintegrimin në Shqipëri. Nuk është rasti juaj, kuptohet, por si është Gjermania në emigracion? Le të themi është opsioni më konkret që mund të jepet një qytetar shqiptar, pasi ke shumë mundësira për t'u atashuar në shoqërinë atje, përpos gjuhës, domethënë. Po le ta nisim me faktin se si unika, domethënë, që një vendim shumë i shpejtë. Domethënë, në mendimet e mia qarkullonin këto që në Gjermani bëhet jeta, paguhesh mirë, ka një standard të lartë jetese, por momenti i parë kur shkova u përplasa me një realitet ndryshe. Domethënë që nga fakti i gjuhës, që unë nuk e dija, po arrita të kuptohem pak a shumë, standardi i jetesës ishte komplet ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar këtu në Shqipëri. Dhe mendoj që e mira është që të pranojmë atë realitet si është atje. Domethënë të më ndjejnë ata që më dëgjojnë, po kjo është e vërteta, domethënë atje ke një standard jetese që ti duhet e ke të skeduluar komplet javën. Ke vetëm 2 ditë pushim që i ke të angazhuar edhe ato për në ndihmë të punës, që ti duhet të ushqehesh ose të bësh një gjë që ti nuk arrin do ta bësh gjatë javës. Orari është
që ti zgjohesh shumë herët dhe kthehesh pak vonë dhe ne jemi mësuar që aty arrita të kuptoj se sa komfort jemi ne me jetën që bëjmë ne në Tiranë dhe sa shumë kohë shpenzojmë me gjëra që mund të shfrytëzoni për gjëra të tjera, domethënë në aspektin e formimit profesional ose nuk e di. Sepse domethënë gjëja social, në kuptimin e asaj ftohtësisë gjermane ose disiplinës tyre, apo kjo po, disiplina ishte numër 1 atje, por mendoj që ka dhe domethënë ajo kultur shok që përjetova, domethënë ka të mirat dhe të këqijat e saj. Dhe është eksperiencë në diskutohet. Dhe në atë timen, domethënë që unë përjetova, mendoj që është mirë të thuhen dhe gjërat e mira që kishin, siç ishte kjo pjesa e patriotizmit dhe atë dashurisë që kishin. Çdo lloj si i ri apo i moshuar kishin një lloj vlerësimi për vendin e vet. Gjë që unë mendoj duhet ta atashojmë këtu se s'bën se e ndjej pak si të kurrur, kur ndërkohë ne mund të bënim shumë më shumë. Domethënë tek pjesa e ushqimit ose blerjeve, domethënë kur ishte made in German ishin të parët që nuk kurseheshin, ndërsa ne tërhiqemi pak e kjo dhe mendoj që duhet bëjmë pak më shumë progres ke kjo pjesa. Okay. Sepse kemi, nuk është se s'kemi dhe kjo më vjen keq domethënë që ndodh në vendin tonë. Ndjes Natali nëse po zgjas pak unë këtë të Kevit. Çfarë s'funksionoi që ike në Gjermani? Pra kishte një moment që u ndjeve parapërkraje, u ndjeve ndoshta që ato që tu ofruan s'mjaftonin, u ndjeve me dyer të mbyllura që tu përplasën dhe s'tu hapën para teje, se një i ri me kontakte nga kombinati ke punuar, i angazhuar edhe në fushata me njohje, pra kush më shumë se Kevi do kishte 2-3 komunikime në dispozicion me njerëz njohur. Nuk funksionoi, Shqipëria le të themi ashtu mu dukte mua në ato vite. Para se të ikja, domethënë, mendoja isha ndër të vetmit njerëz që mund gjoja kur bëja fushat, gjoja veten që nuk bëhet ikës jashtë, nuk duhet shkosh. Dhe atë e ndjeva atje. Kjo është fakti dhe pse unë nuk pata asnjë dyshim për të rikthyer, sepse çdo ditë që jetova atje kisha një ndjenjë faji me veten. Më dukej sikur po bëja një gjë gabim në kundër me atë të shtetit nga unë vija, sepse mendoja këtë kontribut që unë jap këtu mund të jepja fare mirë vendit tim. Çrëndsi ka për pjesën e pagës ose këto janë gjëra që rregullohen, por ajo që është që rinia do të japi kontributin e vet dhe të garantoj të ardhmen këtu. Mendoj që të gjithë duhet jemi pjesë e asaj gjës madhe për një Shqipëri që ne mendojmë dhe e duam, e themi, por realiteti është që shumë pak janë që japin kontribut real. Atëherë, megjithëse ti e thua në mënyrë shumë të edukuar që e shef përgjegjësinë ke vetja, unë mendoj që prapë gjithsesi përgjegjësia ka qenë edhe nga mundësitë që këtu nuk kanë qenë zëmërgjëra me ty, edhe nuk të ka lënë të kesh shumë zgjedhje dhe ke lënë në një farë mënyrë pritjen edhe ke provuar diçka. Po unë mendoj që gjithsesi kjo të ndihmon në rritjen një i ri, e shumë i ri, edhe është eksperiencë shumë e fortë, po është edhe e çmuar në jetë që të provosh, edhe shumë mirë që e vën në dispozicion. Ka shumë të rinj që nuk vjen në dispozicion dhe ky është një shqetësim i madh, se presin nga prindërit, presin nga të tjerët, edhe kështu që bravo për kurajën, deri në momentin pastaj që ne komunikuam bashkë. Po tani do kthehemi tek Natalia që megjithëse realiteti ku e qenë ka qenë ndryshe, sepse ka qenë një punë të themi shteti për atë moment që ke provuar. Unë nuk mendoj se të shoh që ka qenë e paguximshme, por që ke zgjedhur thjesht të punosh në shtet. Përkundrazi, se të shoh se çfarë force ke, që skursehesh gjithë ditën, fundjavave, ore pa orë, domethënë unë jam totalisht impresionuar nga ajo që ti je dhe në ministri kemi fituar një kolege shumë mirë, po edhe në kohën pas punës, në angazhimin ton politik kemi fituar një shoqe shumë mirë, kupton në këtë drejtim. Pra ajo ishte zgjedhje, ishte një moment eksperience, doje ta shikoje jetën pas shkollës nëpërmjet një
angazhimin diplomatik në ambasadë për të parë atje kontakte dhe për të ndihmuar për një ide të caktuar, apo ishte thjesht një stacion provizor ose një kull e vogël vrojtimi për të parë një pjesë jetës tënde dhe pastaj për të vendosur për më mirë? Unë, duke qenë se kam jetuar një periudhë konsiderueshme jashtë, gjithmonë kisha idenë që unë do jetoja jashtë. Dhe mua mu desh shumë kohë që të punoj me këtë ide dhe ta hedh poshtë, dhe pse jo të jetoj në Shqipëri. Domethënë gjithë ato vite ka qenë kjo ideja që jashtë është më mirë. Dhe domethënë nuk di të jap një shpjegim. Në trendi, domethënë që e dëgjojmë të gjithë. Po, është kjo gjëja e injektuar që pse. Pra ishte objektiv që ti ishte e suksesshme vetëm jashtë. Po, ajo më kthye në objektiv, po pjesa përpara objektivit, pra ky injektimi sepse jashtë është më mirë, unë nuk di ta shpjegoj, duhet thellohem shumë që ta nxjerr, domethënë. Dhe në një moment thash stop, domethënë pse është më mirë jashtë? Pse nuk është edhe Shqipëria si ky vend i jashtë? Dhe mua më desh të punoj me këtë gjë dhe pastaj vendosa që të kthehem dhe thash okej, edhe këtu është si jashtë. Domethënë kjo ideja ky koncepti duhet hequr. Pa dashur t'i bëj asist as qeverisë, as po themi punëve të mira të bëra, ndikoi këtu dhe fakti që ka një progres gjatë viteve të fundit në kuptimin e rimëkëmbjes vendit, beautifikimit vendit, projekteve që vendi ka që janë më ambicioze. Në një farë mënyrë ka një rritje të ndjeshme në kuptimin edhe të krenarisë, prestigjit të vendit edhe ndërkombëtarisht. Ju keni qenë një punojse që e keni parë në vetë parë këtë gjë, edhe në nivelin se ku Shqipëria është sot në tryezat ndërkombëtare. Ka ndikuar dhe kjo që të ishte më i lehtë hapi i rikthimit? Unë mendoj që po, duke qenë se edhe siç e përmendëm, ambasada është kjo ura lidhëse mes vendit ku ti je dhe vendit tënd. Mendoj që ai ishte impakti i parë që unë e pash dhe u futa në çdo gjë që bën Shqipëria jashtë ose jashtë me Shqipërinë, dhe pash potencialin që Shqipëria ka. Dhe ishte pikërisht kjo arsye pse unë thash, okay, unë dua të kthehem. Unë prap ju falenderoj dhe jam unë që ju detyrohem juve, sepse ju po ndani nga intimitetet tuaja me mua, mund të mos ta bëni këtë gjë, sepse mund të ishit po aq mirë sa jeni, por mund mos ta ndani të gjë publikisht. Kështu që e vlerësoj shumë që e bëni këtë gjë sepse i japim një mesazh, një shtytje edhe të tjerëve që na dëgjojnë, edhe ky është qëllimi, që të marrim hapa në jetë, të cilët janë natyrisht në interesin tuaj, në interesin personal të secilit, pa mohuar lirinë që kemi, që të jetojmë ku të jetë më mirë për ne, absolutisht nëse ne jemi gati për çdo realitet mund të jetë i yni. Por është shumë e bukur kur kjo është e mundur bashkë me Shqipërinë, edhe në aspektin e rikthimit është shumë i rëndësishëm për këtë moment Shqipërisë, ka nevojë shumë për njerëz të cilët të jenë të aftë dhe të jenë të përgatitur për një Shqipëri që është kjo e 2030-s që ne po punojmë. Edhe këtu prap pa propagandë dhe pa politikë është me të vërtet një moment që edhe të ardhurat po ngrihen, edhe si më thënë Shqipëria si kosto leverdishmëri është gjithmonë më mirë. Unë jam i bindur për këtë gjë, po të heqim taksat, gjërat, kostot, gjithë gjërat ato që nuk tregohen dhe nuk duken shpesh. Natyrisht jashtë ka shumë kushte të tjera, transport, shërbime, një sër kushtesh të cilat e bëjnë që të jetë më e jetueshme në çdo aspekt, pjesa e jetës përgjithshme, të përditshme, por ama është goxha e shtrënguar dhe atje në kuptimin e të ardhurave dhe nuk është se është e lehtë. Kështu që në Shqipëri pastaj mund edhe të jesh investuar për, si më thënë, më shumë gjëra që mund t'i kesh vokacione të tua, që mund të provosh më lehtë, që mund të komunikosh më lehtë, nuk e di, ndoshta tani fillojmë bëhemi abstragojmë në këtë pjesë. Është pjesa që vujta unë që nuk dija gjermanisht dhe ngushëllohesha me faktin që dija çik anglisht, por ndërkohë kur gjëja shqip kënaqesh. Po edhe për pjesën e emigrimit, domethënë ne vuajmë këtë pjesën, ça arrita të kuptoj atje, ne vuajmë pjesën që banorët tu preferojnë të ikin në emigrim, ndërsa atje vuajnë pjesën e emigrantëve që vinë. Domethënë jemi në një pozitë që domethënë atje duan të vinë, kur janë atje, apo jo?
vendasit, domethënë gjermanët nuk preferonin shumë që të vinin emigrant, domethënë donin ta mbanin vendin vet. Po, kjo është Dhe mendoj që është mesazh i mirë dhe për ne që të mbrojmë atë idealizmin që duhet i kthemi vendit, se e dihet që edhe këtu ka për të bërë si atje që do vinë emigrant, sepse ky ritmi i rritjes ekonomisë ka nevojë për krah punëtor dhe normalisht biznesi do drejtohet drejt emigrantëve, vendeve të treta. Kam parë, domethënë, opinionet njerëzve në përgjithësi që thonë nuk jemi dakord që të vinë edhe kështu, po kjo është mënyra vetme, mendoj unë. Neve jemi një vend me siguri shumë lartë. Këtë e themi, ju keni qenë në Angli, përpara me siguri Anglia nuk ka shkëlqyer në të drejtim. Flas për sigurinë publike, për pjesën e disa për qyteteve që i kanë problematike, periferit e tjerë, po edhe në Francë kanë përshtypjen që ka zona të qyteteve që nuk janë gjithmonë miqësore, dhe që duhet të kesh kujdes në ca zona kur shkon, ne për fat nuk e kemi të problem. Ne kemi siguri shumë lartë publike, ne duhet të rrisim pjesën e sigurive të tjera, siguri juridike, siguri sociale, disa prej shërbimeve kryesore jetike, që siç e përmenda transporti, edhe aspekte tjera që lidhen pra me ndoshta pjesa e sigurisë shëndetësore në kuptimin e edhe të sigurisë tregut, që konsumatori tregu, dhe për këtë ne po punojmë shumë për negociatat, prandaj kemi shumë nevojë për njerëz të aftë si ju, dhe pastaj pak nga pak po bëhet një vend i cili po bëhet shumë interesant, edhe nga pikpamja e jetueshmërisë, kështu që se di, ndoshta këtu kemi dy shembuj që janë të ndryshëm në këtë aspekt. Ju jeni nga një familje e cila jeton këtu, besoj familje. Antarë tjerë familjes janë jashtë? Vllai është jashtë, po të tjerët janë këtu. Okej. Ndërsa ju? Edhe unë vetëm vllajën kam jashtë. Pra keni një jashtë. Çdo ditë i kishim prindrit që na thoshin ktheuni, s'ka nevojë të rini atje. Ju të dy jeni diasporë kthyer. Tani ata janë regjistruar për zgjedhje ose të paktën keni tentuar ta bëni punën tuaj? Po. E ka plotësuar pa i thënë unë. Shumë mirë. Atëherë, si e shihni ju vetë realitetin këtu? Tani duhet jemi shumë konkrete dhe shumë të vërtetë. Çfarë duhet përmirësonim? Çfarë duhet ishte urgjente për tu parë si një problem i cili duhet adresohet? Nga ajo që shihni ju, nga këndvështrimet komplet tuaja në kryeqytet, në vendin tonë, shoqëri, lagje, megjithëse me keqardhje, besoj që nuk keni asnjë orë në dispozicion për të qenë në kohë të lirë për të jetuar në lagje apo këtë për të pasur kohë të lirë, sepse jemi shumë të zënë tani të gjithë, po që ndonjë problematikë konkrete që juve u shqetëson në realitetin e sotshëm. Që thua jemi kaq mirë? Jo. Shiko, mendim personal e kam pak të vështirë për të thënë. Jo, se unë mendoj personal troç. Kjo po pra, po unë mendoj që këtu ne çdojmë se opsionet nga të paktën nga pjesa e shtetit, qeverisë janë në masë. Domethënë kemi grante, kemi startupe, projekte, kemi programe praktikave të punës, por problemi është që futemi ke kjo pjesa e besueshmërisë. Pra nuk janë dhe aq transparente, do të thuash, ose nuk ka informacionin e duhur? Apo mendoni që ose është centralizuar diku, sa mbase kjo është ideja. Ose shërbimet s'kan besueshmëri ende, këto programe s'kan besueshmëri. Po pra, kjo po them që nuk përthithet shumë ke rinia, domethënë, edhe e shikojmë kështu hamës se kush shkon edhe aty i duan gati, domethënë kjo është gjëja që na vret më shumë neve, domethënë ne priremi që t'i kemi gjërat gati edhe të arrijmë gjërat, domethënë atë synimin ta kapim shpejt edhe pa shumë mund. Po ndërkohë nuk ndodh kjo, as tu as jashtë. Pse kur shkojmë jashtë, rrim në radhë, e presim çdo audicion, çdo konkurs, çdo aplikim, biles atje në Gjermani ku ke qenë duhet merrje takim edhe ta jepni pas 2 muajve edhe për të bërë patentën. Po. Që këtu dua të falenderoj sy më sy se nuk kishim ku të ta jepja këtë feedbackun. Ishte dua të ta nëse më lejohet nëse kemi çka. Mund ta thuash, jo na bën mirë. Në një kohë fare të shkurtër, një mjet
jo identifikimi, po që ty të jep lejen të drejtosh automjet, ishte i barazvlefshëm si këtu si në Gjermani dhe për shumë veta, domethënë kur më pyesnin në kolegë pune ishin jo bullgar, italian, po ti shne me patent gjermane. E kemi bërë marrëveshje, isha kështu, spontan fare, po nuk arrija ta kuptoja pse ata më shikonin kështu. Po ndërkohë ishte një gjë që një benefit do thoja që të ndihmon shumë sepse me atë mjet identifikimu mendoj që shumë shqiptarëve ju janë hapur dyert për të punuar. Edhe kanë kursyer Dhe kanë miliona kursyer euro, shumë. sepse kanë kurse deri 7-8.000 euro, ka dhe kurse kamionësh deri 20.000 euro. 20.000, po. Dhe duke pasur konvertimin e menjëhershëm automatik kanë kursyer para dhe kohë, edhe janë hedhur menjëherë në tregun e punës. Dhe gjermanëve ju kanë bërë punë, nuk diskutohet, por që ky integrim i shërbimeve të automotorizimit, në kuptimin e plot fjalës, ma the dhe vetë, edhe unë jam shumë i gëzuar që kjo të ndjehet. Këtu dua të të ndikojnë çik se këtë DPSHTR-ja është çik më mirë se sa atje, se ne kur aplikojmë për patent tu e merr brenda ditës, ndërsa atje duhet prisje të vinte përgjigja që është bërë, pastaj duhet të organizojë një takim që të shkojë ta merrje, domethënë ishte çik burokrat. I respektojmë gjithë radhat, gjithë të gjëra, dhe kur vim këtu i duam gjitha brenda ditës edhe mund sish gati. Më gëzon kjo pjesa e patentës që ke, ata bullgarët dhe italianët janë habitur se ata janë anëtar të Bashkimit Evropian dhe ndërkohë nuk presin që të konvertohet direkt në Bullgari, shërbimi i automotorizimit është dram. Është më keq se ne, që është vendi i Bashkimit Evropian. Do presësh 15 ditë për një duplikat apo për një rinovim patente. Edhe kështu që më gëzon kjo pjesa që e ke ndjerë në vetë parë. Pra jo gjithçka është gabim ose keq në Shqipëri. Jo, aty e kuptova që jemi mirë. Dhe mendoj është bërë edhe një tani me sa kam parë kohëve të fundit me njohjen e pensioneve me Italinë. Po, me Italinë. Edhe kjo është një goxha ndihmës për bashkombasit që jetojnë atje. Domethënë nuk është puna e shtetit shqiptar, nuk është se është vetëm brenda territorit. Çdo kush e ndjen ndihmësën edhe në atë vend ku jeton. Po, janë rreth 800.000 persona që do të përfitojnë nga marrëveshjet që kemi bërë. Ne kemi bërë 16 marrëveshje në mandatet e Partisë Socialiste, ndërkohë që përpara ishin për vetëm 2. Dhe nga këto përfitues janë rreth 800.000 bashkëdhetarë, të cilët përfitojnë në mënyrë direkte sepse bashkohen periudhat, njihen vitet, nuk shkojnë dëm vitet e punës atje dhe këtu, se edhe kanë ikur dhe këtu dhe kanë lënë pak vite, atje sunjiheshin, këtu sunjiheshin, marrëveshja bën këtë matematikën që i bashkon këto vite dhe i bën një numër total, pra bën shumatorën e viteve, edhe ai merr pension o atje o këtu ku vendos të jetojë, që është një arritje e jashtëzakonshme, do japë një ndihmë shumë madhe komuniteteve. Natali, unë s'duhet flas më. Kështu që bëm çik kështu politik hapur. Do të flas më, mos jo marrun kohën. Më flisni ju. Pra, eksperienca konkrete mbi probleme këtu dhe çfarë duhet ndreqim urgjentisht në këtë vendin tonë që e duam shumë, por që presim të bëhen gjërat pa ne. Gjërat nuk bëhen dot pa ne. Domethënë, gjëja që mua më ka surprizuar shumë me kthimin tim në Shqipëri, dhe këtë e them pa problem, është që atje vërtet mund të jenë shërbimet shumë të mira dhe jeta gjatë ditës është në një farë mënyrë shumë e thjeshtë. Pra, ti e di shumë mirë transportin, si funksionon, shërbimet mjekësore, domethënë ka një procedurë dhe ka një vonesë, po ama ato janë fikse. Këtu është pak më dinamike. Po gjëja që mua më ka surprizuar është që megjithëse është kjo dinamika dhe ky kaosi, prapë gjërat funksionojnë. Ne mund ta bëjmë në një farë rregulli, po nuk mendoj që domosdoshmërisht ajo është më e mira. Pastaj, në eksperiencën time personale atje me këtu, atje çalon pjesa humane. Pra, pjesa humane këtu është më e ngrohtë dhe çdo gjë ta bën më të thjeshtë dhe më të mirë, qoftë edhe këto gjërat që janë kështu siç po i themi ne. Pra që mund të flasësh me dikë, komunikon, pyet, kthen përgjigje, të flet. Po. Kurse atje është shumë automatizuar, pra atje futesh në atë lloj sistemi që ti je ti dhe sistemi, ndërsa këtu është shumë njerëzore, domethënë ti pyet me përgjigje, i drejtohesh dikujt, i zgjidh në mënyrë tjetër problemet. Edhe ne jemi munduar shumë me digitalizimin dhe një pjesë e shërbimeve janë informatizuar, dhe këtu është shumë mirë se janë hequr nga dora e sporteleve. Dhe biles jemi më përpara edhe këtu në krahasim me shumë vendet BE-s,
sepse pjesa e njeriu tu është problem, varet si na bie, po ka raste që mund të heqësh një picir në për disa situata kur je në dorën e subjektivitetit njerëzor, por gjithsesi është vend më i vogël edhe ne e zgjidhim, e gjejmë, ja gjen anën, është ide. Por problemi që ju shqetëson më shumë këtu, pra çfarë do të shikoni një problem? Kuptohet, nëse shikojmë një problem, se ndoshta jo të gjithë Në aspektin personal, mendoj që duhet bërë shumë punë me transportin publik dhe me hekurulla që duhet të krijohet një rrjet i gjerë, sepse nuk mund të kesh opsion vetëm makinën ose bicikletën, unë personalisht po përdor bicikletë. Transporti kolektiv edhe rrjedhimisht më i pastër, sepse duke qenë një transport kolektiv ndot më pak edhe bllokon më pak trafikun, ky është problem serioz, edhe si kryeqytet. Pra e streson qytetin. Unë shkova në një iftar dje, edhe si më thënë, s'lejohet aty thuaç dhe gjëra jashtë pjesës iftarit, po duhet i thojë që Zoti që ja u pranoft agjërimin që e paçi sa më të lehtë, domethënë në atë moment nuk më ndihmoi që të dilja dot nga trafiku ku isha, edhe ishte komplet nyje nga gjitha krahat dhe nuk di se si kam arritur në orar. Pra trafiku është një problem serioz. Real. Për ata që ecin që janë detyruar të përshkojnë rrugët me një mjet, sepse ndoshta me bicikletë me këmbë nuk e ndjen, po. Po, është dhe sepse përqendrimi më i madh i njerëzve është në Tiranë, kështu që automatikisht ka më shumë makina, domethënë mund ta themi edhe këtë. Kjo është problemi serioz që un kam hasur që ditën e parë kur erdha. Domethënë isha ditën e parë me makinë, ditën e dytë shkova bleva bicikletë dhe e zgjidha. Nga ai sa ke ecur, dal, parë dhe kërkuar të ndihmosh në kombinat. Çfarë shikon urgjente? Urgjente shikoj zhvillimin e zonës, mendoj që duhet të jetë zona me fokus më të madh, mendoj që ka shumë potencial, domethënë duke e parë dhe me një sy artistik, mendoj që ka potencialin më të madh nga gjithë zonat e Tiranës, mund të krijojnë qendra shumë të bukura, dhe pse jo japim një shpresë edhe atyre, në thonjza atyre që jetojnë aty. Për ta lidhur me shpresën, mendoj që kjo është. Pra, thjesht njerëzit duhet kuptojnë që që bëhet dhe këtu. Që bëhet dhe këtu, po. Që mund ta bëjmë këtë gjë së bashku dhe që vetëm duke në të gjithë fushat e jetës. Mendoj që kjo është. Atje ka një potencial për ato që quhen Art District, edhe që ka qenë një plan për kombi artin, është penguar pak nga pjesa e asaj që na ndodhi me tërmetet, edhe mirë po me vërtet pjesa industriale me pjesën shtetërore, me pjesën e atyre që janë shpronsuar, mund shikohesh edhe për objekte të cilat mund të jenë disa raste edhe objekte sociale ose edhe fetare që ata i duan, sepse kanë dhe nevojë për xhamin, për objektet e tyre që të kultit që i frekuentojnë, se dhe ato bashkojnë komunitetin, edhe pastaj pjesa e objekteve sociale shumë e rëndësishme, sidomos pjesa sportive, pjesa rekreative, edhe ka potencial, por gjithsesi prap po më dukeni shumë të kujdesshëm, nuk po e jo, për kombinatin mund të flas, po podcastin. Për kombinatin do thoja, domethënë është një qytet, se nuk mund të thuash, është pol më vete nga Tirana. Që të gjithë njerëzit e dashurojnë, e kemi si pjesë tjetër të zemrës në atë kuadrin e përgjithshëm, por presim shumë nga kombinarti, nga projekti i rindërtimit, edhe pse kemi parë të punohet, kemi parë pallatet që po ndërtohen, kemi parë shkollat, ku vetëm Myslumketa është që nuk është rindërtuar totalisht, ndërkohë që shkollat e tjera që janë në kombinat janë të gjitha të rindërtuara ose të ndërtuara nga fillimi, siç është Beti Muça. Domethënë kemi parë investime konkrete. Por mendoj që edhe me finalizimin e rindërtimit nuk di, domethënë është kombinati që nuk dallohet me atë që mbaj mend kujtimet e fëmijërisë me atë që do krijohet. Dhe e veçanta e kombinatit është që nuk ka atë trysninë e ndërtimeve, dhe ti mund ta shikosh qiellin lirshëm, dhe kjo unë nuk dua që të humbi, domethënë kombinati të jetë realisht ashtu si zhvillim i kujdesshëm, i balancuar edhe i ekuilibruar me siluetën e vjetër që ka pasur kombinati. Okej?
Mirë. Do të bëjmë shënim për këtë gjë. Natyrisht Është e vetmja zonë besoj në gjithë Tiranën që i ke, domethënë, Është shumë e strukturuar. urbanizim të strukturuar, nuk ke. po juve do jeni pjesë edhe në kuptimin figurativ, po edhe në kuptimin e natyrisht të moshës, duhet jeni ju pjesë e konceptimit të këtij zhvillimi edhe pjesë e zbatimit të këtij planit madh për kombinatin. Ju të rinj tjerë, ka shumë të rinj kombinat, dhe ju sot militoni në institucione arsimore, shtetërore, administrative, organizata e tjerë, të cilat do kenë punë me kombinatin, që mund të jenë edhe natyrisht edhe private, një pjesë e investimeve që bëhen atje. Këto skemat shtet privat, skemat si për shembull ne në ministrinë tonë kemi të mundur që të marrim shumë kapanone të vjetra që janë të pa jo funksionale dhe që mund të ishin shumë të mira për t'i dhënë ekonomisë një çlirim energjish dhe investimesh atje, po edhe rinisë, rretheve artistike, artistëve, në përgjithësi krijuesve, që të kishim rezidenca studentore, kishim galeri. Unë e shoh që do kemi goxha punë me këtë pjesë, që atje të ketë kinema, teatr, të ketë domethënë zona të tëra, të cilat mund të administrohen edhe nga njësia, po edhe nga bashkia, ose edhe një bashkëpunim edhe me qeverisjen qendrore, apo edhe me partnerë të tjerë donator. Dhe këto të ishin kudo si një mundësi për ta lidhur komunitetin më shumë me zonën, të mos jetë një fjetore kombinati, ku ti shkon vetëm të flesh, edhe pastaj duhet shkosh në qendër qytetit për të parë diçka nga eventet apo nga aktivitetet, apo ku diun një film, po ti kesh të gjitha aty, edhe po mendoj që kjo do vi dhe me një rritje të popullsisë, do kemi zhvillim, do kemi më shumë rezidenca, të cilët do duan pastaj të sjellin me vete dhe gjithë konsumizmin, edhe po themi tregtar, po edhe kulturor dhe social, edhe kjo do e gërisi zonën. Pjesa e popullimit për momentin është sepse njerëzit po jetojnë me qira në zona të tjera dhe duket sikur nuk ka shumë popullim të përqendruar në kombinatin e vjetër flas. Por mendoj që prandaj them, presim rindërtimin që të rikthehemi në shtëpi, le të themi. Do kemi dhe Tedën, që është afër, që është zona e lirë ekonomike me Bashkinë Tiranë dhe me Mekin, dhe ku po fillojnë të firmosen kontratat e para, dhe shumë të rinj do kenë aty poste shumë cilësore pune, edhe në zanate dhe në profesione si ai që Kevi ka, dhe do jenë paga shumë cilësore, është shumë afër, dhe do jenë në kushte shumë moderne dhe shumë të mira pune. Edhe është fat për kombinatin që se do e kemi më afër nga të gjithë. Pra ne dhe Kashari, njësia 14 dhe ne e kemi mes Vedi aty, dhe do jetë një zonë ku do mendoj që mund të punësohen nga 4.000-5.000 deri në 7.000 të rinje punonjës. Po është lajm. Është një lajm shumë i rëndësishëm. Sapo janë firmosur kontratat e para për data center me një firmë izraelite, që ne bëm një event për këtë gjë, dhe do jemi shumë shpejt me kontrata të tjera. Atje ka filluar puna, po ngrihet, pra gjithçka po materializohet, edhe kjo është pozitive. Pjesa urbanistike të infrastrukturës, natyrisht jemi dhe duke planifikuar këtë gjë, po prap, Natali, je shumë e butë me realitetin. Nuk di si ta godas. Apo je në një moment që je mirë me veten, që ke ardhur dhe që punon në Shqipëri dhe akoma po zbulon. Kam përshtypjen që jam akoma në atë ëndrrën time romantike, nga që jam shumë e kënaqur me punën dhe prandaj po je edhe shumë normal, edhe unë e shoh të gjithë që je edhe shumë okupuar në atë që bën, me orët e ditës edhe me siguri, edhe ne kështu jemi, ne jetojmë gjithë me punën. S'dua të flas unë shumë dëftisim. Pra, po të më lini të flas sot për Saukun, ku e kam shtëpinë unë, do ju thoja shumë gjëra problematike. Sepse kushtet atje nuk janë ato që duhet jenë, edhe ne kemi shumë gropa, edhe ne kemi probleme me ndriçimin, kemi probleme me ujin, në disa prej banesave tona akoma blejmë ujë, po bëhen investime në ujësjellës. Nuk janë gjërat ku duhet jenë kuptimin e infrastrukturës, nuk është lagja që do të vizatoja ku do doja të jetoja, në kuptimin që ka shumë nevojë për rehabilitim dhe për rigjenerim urban, dhe po ashtu dhe kombinati që nuk diskutohet, që është lëngon edhe nga problemet që patëm me tërmetet, zonat
rekreative mua më shqetësojnë goxha, zonat e kohës lirë më shqetësojnë që nuk janë, Po. zonat sportive më shqetësojnë që nuk janë. Duhet bërë dhe politik shumë për Dhe aktivitetin fizik ose Po. të Në tërhiqemi njëre mirë. Domethënë ne kemi këtë kulturën që na pëlqen kafja edhe ta harxojmë kohën aty, po duhet edhe ndonjëherë të tërhiqemi. Këtë e vura re në Gjermani nga rinia, që e kishin më kollaj të mblidheshin në një park se sa të dilni për kafe, ku ndërkohë vetëm mosha e tretë ishin kafe, domethënë të vinte edhe siklet të ulesh. Kur i shikoje. unë i kërkoj një shokut tim në Austri, thoj, ku janë njerëzit ku jeton, edhe ai më tha mua, unë po i kërkoj dhe nuk i gjej. Edhe pastaj më çon një foto, ata ishin gjithë në lumë. Kishin shku gjithë qyteti dhe gjithë familjet ishin në brigjet e një lumi nga 2 krahët, edhe disa laheshin, disa ku diun notonin, disa me këto kanoët e gjëra, dhe ata ishin gjithë njerëz ishin në lumë, pra ata ishin duke bërë një jetë komplet ndryshe nga ajo që ne imagjinojmë, që ne jemi kryesisht në rrugë. Jemi aty ku janë makinat, aty ku është pazari, është edhe mestere, është edhe Ballkan. Edhe kështu, megjithatë, atëherë, meqense nuk është kështu, po ju ndoshta nuk po e thoni këtë pjesë me mua, po që gjithsesi flisni atëherë çfarë është interesin tuaj. Nuk dua t'ju bëj pyetje, sepse më duket sikur përgatisim një emision pastaj për pra, çfarë është në interesin tuaj, çfarë ju intereson sot, si jeni të angazhuar, çfarë është që shihni me rëndësi në këtë që bëni, si ndjeheni me punë apo me kolegët apo këtu apo me shtabin apo me ti ke një eksperiencë në këtë gjë që s'ka qenë gjithmonë pozitive. Ka pasur rivalitet edhe brenda freshit. Normalisht, po, kemi pasur plasjet tona, po nuk di nga ta niste një mund të them që jetën politike që kam bërë, angazhimin tim politik, që mendoj për çdo të ri duhet jetë një detyrim, pasi është e vetmja mënyrë që ne të ndihmojmë vendin për të arritur ose jetesën tonë në lagje në komunitet dhe ta çojmë drejt atij standardi që të gjithë kërkojmë. Dhe mendoj që si çdo lloj aktivizmi që mund të marrë çdo kush ose iniciative për vendin e vet, është sfiduese normalisht dhe ka ato vështirësitë e veta. Sikundër dhe në rastin tim, domethënë, pata një angazhim shumë afatgjatë për shumë vitesh. Dhe shikoja që nuk ecte ashtu siç unë e mendoja, domethënë, dhe në një farë mënyre mendova që zgjidhja ime ishte më e mira të ikja nga vendi, ndërkohë që realiteti ishte nuk isha me njerëzit e dur në momentin e dur. Dhe mund të qellojnë, ndikojnë shumë te njerëzit që kemi pranë ose që ndodhemi në atë moment të një projekti caktuar. Nuk duhet dorëzuar, domethënë duhet ta mbajmë gjithmonë atë. Jo, ti ke shumë talente, unë të njoh tani, edhe di me se merresh. Pas njeriu që duket sikur është pak i turpshëm këtu, është një çun shumë i aftë që ndihmon edhe në selin qendrore të Partisë Socialiste, ndihmon në fushatën e PR-it dhe në sondazhet që ne dhe ata po bëjnë. Është një çun super i aftë për këtë pjesë dhe unë e kam me shumë rëndësi. S'ka rëndësi, le të shohin kështu ata aty si shaj, po puna është që për ne ti është shumë i rëndësishëm në shtabin ton, edhe duhet me provu, duhet mos me u dorëzu. Ndërsa Natalia për shembull si shkonte në mendje që sapo të kthehi, duhet të organizonte një panajir në Athinë për të provuar të kthenim diasporën nga Athina. Edhe patë një eksperiencë që besoj ishte e plot. Ajo ishte eksperiencë aq e plot dhe e bukur sa unë tani jam gjithkohës në kërkim të asaj, domethënë të asaj gjës që mua për 2 javë nuk më laq që të marr frymë. Domethënë ishte ndjesi shumë e bukur. Mua më duk një moment sikur u mërzite, si më thënë, u shqetësove në një moment sepse kërkesa u rit. Po. Por ja dole, nuk e di, e përballove, ishte edhe një test, stres test i jashtëzakonshëm për ty. Mendoj që ishte për gjithë ne, sepse ishte hera e parë që me aq sa kam unë informacion që Shqipëria bën një panajër pune jashtë. Fiks e parë. Domethënë ishte hera e parë dhe hera e parë ishte që ishim ne që po e bënim. Domethënë organizuar në kohë të shkurtër dhe nga asnjëri nuk e dinte si duhet ecte kjo gjë, si duhet funksiononte, ç'a duhet bënim, domethënë e mësuam çdo gjë ad hoc. Çdo ditë dilte një gjë e re që ne duhet ta zgjidhnim, ndërkohë që po projektonim panajërin jashtë.
si u ndjeve që ishte duke ofertuar në Athinë për të kthyer ata nga Athina? Dhe se ju pat aty shumë njerëz, takuat. Edhe unë isha i impresionuar. Unë kam qenë 2 herë në Greqi, një herë në 95 dhe një herë në 96. Greqia 2 herë më ka shpëtuar jetën në kuptimin e momentet të vështira të jetës time. Kam punuar çdo gjë që kam mundur të punoj. Edhe isha shumë i emocionuar, më dukeshe shumë rënqethse që ishim atje duke i thënë atyre që në Shqipëri ka puna 1, 2, 3, 4 mijë euro në muaj, ja ku i keni, kupton, edhe ishte, natyrisht ishte kështu si një takim i parë verifikues nga 2 palët, sepse dhe ata ishin befasuar. Unë mendoj që ka qenë ura më e mirë që lidh diasporën në Shqipërinë, se ato që përjetova në Gjermani, domethënë ishte kjo, domethënë që njerëzit shumë çka kam takuar, domethënë bashkombas, thoshin, unë kam dëshirë të kthehem, por nuk di se ku. Domethënë e shifnin si një gënjeshtër të madhe këtë punën e rrogave, po ndërkohë që ne vim këtu dhe i shikojmë që janë realisht tregu punës kërkon. Pagesat janë rritur, standardi i punës është shumë herë më lartë se çka qenë. Dhe e vetmja mënyrë është kjo, domethënë mendoj, duhet edhe ne të bëjmë atë punën tonë që t'ju shkojmë e të themi që ja ku është. Atë bëri ekipi që drejtoi Natalia, edhe po unë dua që të ma thotë se çik përjetime se ishte sukses si u prit i plot nga çdo pikpamje, edhe nga pikpamja estetike, edhe nga pikpamja e gjithë mesazhet që u dha, nuk e di, edhe nga pikpamja ekonomike, edhe nga pikpamja organizative, ishte sukses. Edhe të falenderoj publikisht prapë për këtë punë shkëlqyer që bët në një kohë shumë të shkurtër. Ishte një natyrisht ide kërkesë e kryeministrit dhe do interesohemi që në vijim të kemi showroom-e tona të punës në vendet ku kemi diasporë. Këtu do ta vijojmë. Sa mësuesve të shqipes ishte interesante. Besoj që ishte gjitha një eksperiencë unike si gjë. Edhe ndërkohë që kemi 27-28 kemi AFën, që është paneli i madh automotiv që zhvillohet, edhe këtu do kemi gara, makinat vjetra, retro, kështu që nuk besoj që adrenalina që po ndjen në punën që po bën nuk është se do mbaroj, kështu që do kesh shumë të tepër interes dhe në vijim, se ke jetuar të pjesën e makinave, tani do ta provosh. Në aty më fut dhe mua. Me qëra fjale, si jeni me këtë punë e makinave? Ju lidh gjë apo shumë? Se unë jam i smur. Mua më pëlqejnë, po jo deri në pikën. Atëherë do shikosh një vend që do shikosh makinat të Formula 1 të viteve 50, 60, 70 në Tiranë. Do shikosh makina që janë me vlera të paçmuara, pra nuk kanë një çmim, aq shumë kushtojnë. Do shikosh klube italiane, partnerët tanë që vinë, do shikosh art pundore, makinat bëra me dorë, makina që janë bëra nga ustallar mjete unike, dhe do jetë një 3 ditë shumë interesant, pra në fund të marsit, në sheshin në Tereza, ku do kemi dhe Tirana Grand Prix, ku do kemi gara në qytet, në ditën dhe natën, edhe kur do kemi çmime, gare rregulluar që quhet, se janë me një lloj sistemi matje që duhet të jesh brenda një kohe caktuar për xhiro që të marrësh çmimin. Pra është një vet kontroll i shoferit, i kohës, që të jetë nuk janë gara për të përplas, por janë gara për pastaj ka aktivitete ndryshme të inovacionit, ka aktivitete shumë, por në përgjithësi retro. Dhe mjetet e vjetra janë kulturë, janë histori, është kënaqësi shumë e madhe. Nuk e ke provuar besoj në Tiranë. Ndoshta në Paris ka pasur aktivitete të tilla, por në Tiranë s'e ke provuar. Kështu që do kemi. Nga më që gjitha aktivitete me drifting. Kësaj herë më duket se nuk kemi drifting sepse është një lloj tymnaje që nuk e duam tani për në Mars, po që e presim në Elbasan kur të krijojmë. Atëherë jepni ju mesazhet tuaja përmbyllse, por rehat, pa pasur në një gjë. Në lidhje me pse jeni ju dy këtu, ju dy këtu jeni sepse jeni dy të kthyer në Shqipëri. Duhet të japim një mesazh. Punoni thjesht në sferat tuaja, në sektorët tuaj, jeni njerëz normal, real, edhe çfarë mund tonit në përmbylljen e podcastit për këtë gjë, po flisni rehat. Atëherë për mbyllje doja të jepja mesazhin që për të gjithë të rinj dhe të rejat që
qoftë brenda vendit apo jashtë vendit, është mirë që të marrim iniciativa, të përkrajmë njëri tjetrin, të bëhemi pjesë e fuqisë madhe të zhvillimit të Shqipëri, të jemi ata që japim ide dhe jo vetëm të zbatojmë, domethënë të mos jemi vetëm që presim, po ndërkohë që duhet të angazhohemi. Mendoj që e mira vjen gjithmonë duke punuar, duke insistuar për atë që ti kërkon në jetë. Domethënë në rastin tim personal kështu ndodhi. Kërkova, mendova që nuk po më jep ajo që mendoja dhe vjen momenti që jemi këtu ulur dhe po diskutojmë të tre bashkë se çfarë mund të bëjmë. Mendoj që të gjithë ne ose çunat dhe gocat e kombinatit e kanë potencialin e vet aty ku janë, domethënë në shtëpi, pranë familjes, mund të bëjnë ndryshime në komunitet, në jetën e përditshme. Të gjithë mbase pak kush më shumë në kontributin e vet, domethënë. Ashtu si dhe Kevi, unë do i thoja të gjithëve që jetojnë jashtë, që pse jo të kthehen dhe ta provojnë. Edhe unë jetova jashtë, u ktheva e provova. Ideja që ne kemi me çfarë gjen këtu nuk janë shumë afër. Këtu ka shumë mundësi, kush kërkon gjen. Kështu që pse jo të vinë gjithë dhe ta provojnë, nuk ka rëndësi fare forca politike që votojnë, kjo është totalisht jashtë. Nuk është e rëndësishme. Ideja është që ashtu si të gjithë ne që po provojmë dhe po zbulojmë, edhe Shqipëria është në këtë frym. Kështu që pse jo të angazhojmë të gjithë dhe ta bëjmë të gjithë bashkë. Unë për ta kapitalizuar në fund pak në funksion të qëllimit ton, do thoya që duhet marrim pjesë në fatet e vendit, edhe po të marrin pjesë dhe po të dëgjojnë, po të angazhohen, do të kuptojnë shumë, do marrin një informacion i cili do t'i bëjë të kuptojnë vërtet se kush është alternativa më e mirë, edhe natyrisht pastaj vullneti është në dorën e tyre. Sovrani këtu do të flasi, do të votojë, po sovrani nuk do ishte i plot nëse nuk do të kishte atë diasporën e vet, e cila për fatin e madh kësaj here ka fjalën e vet në këto zgjedhje dhe aq më bukur për të rinjt votues për herë të parë e tjerë, të cilët mund të jenë regjistruar dhe shumë gabim kush nuk është regjistruar, po ata prap kanë një mundësi që mund të vinë në Shqipëri, të votojnë vetë. Pra kush nuk është regjistruar të provojë të vijë të votojë, kush është regjistruar të votojë për alternativën më të mirë që unë këtu dhe ne këtu e dim kush është dhe e dim që është Partia Socialiste, por kjo nuk është për ta vendosur ne për ata duhet ta vendosin vetë dhe duhet ta gjykojnë vetë. Po kjo nuk ndodh dot në rast se nuk dëgjon, në rast se nuk merr pjesë, në rast se nuk ndan informacion dhe në rast se nuk informohesh për vendin tënd. Dhe ne do duam që të na gjykoni të gjithë ju që na shikoni dhe që ndoshta mund të jeni dhe jashtë ose mund të jeni në diasporë, të na shikoni që ne këtë punë e kemi me shumë seriozitet. Këtu ka shumë të rinj që po kthehen, këtu ka shumë forca të cilat po rikuperohen, që i përkasin pra vendlindjes edhe Shqipërisë, që po konsiderojnë seriozisht kthimin në Shqipëri për të investuar. Sapo miratuan në parlament edhe paketën e maleve, që është një paketë historike që ka të bëjë tani me shumë prej atyre nga diaspora që kanë tokat e të parëve që duhet të kthehen e të investohen në to për të bërë një thjeshtim procedurial për tokat e poseduara apo të gjyshërve të tyre, të cilat i kanë pa dokumenta e tjerë. Pra po punohet 360 gradë që të rinjt dhe pse jo të gjithë tjerët që janë në diasporë të kenë një mundësi më shumë për ta parë Shqipërinë si një mundësi për të investuar. Disa prej tyre mund të vijojnë të jetojnë natyrisht jashtë, mund të jenë suksesshëm në jetën e tyre, por kanë prindrit tu, kanë një vlla, kanë një motër dhe duhet ta shohin gjithmonë më shumë Shqipërinë të ripopulluar me ata që janë gjaku jon, që janë bashkëdhetarët tanë. Dhe pastaj e gjitha do të çojë drejt një realiteti i cili bëhet më i mirë vetëm po morën pjesë të gjithë. Kjo nuk mund të bëhet dot me forca madhore të cilat vendosin dhe na bëjnë ne realitetin tonë të shkëlqyer pa ne. Kjo punë bëhet vetëm me të gjithë ne. Unë ju falenderoj shumë, megjithëse ju kishit goxha emocion, jeni shumë me më pak emocion kur punojmë, edhe
në terren, bashkë, në punë, aktivitete, organizime, ku juve, jo me këtë emocion që kishit sot në podcast, bëni gjëra të bukura dhe gjëra që mua më bëjnë më vërtet krenar që ju kam, pjesë të stafit tim edhe pjesë të grupit ton, edhe me shumë kënaqësi që ndam të kohë së bashku sot. Faleminderit. Faleminderit.